Shikues të Klan Kosovës, ju përshëndes nga Kroacia e bukur. Sot në këtë episod do t'ju sjellim një ishull, është ishulli Braç i cili ndodhet prapa meje. Brenda ishullit është qyteza Boll në të cilën jetojnë disa shqiptar. Ne do të kemi rastin të intervistojmë disa prej tyre dhe do të mësojmë se si është të jetosh dhe të ndërtosh diçka nga e para në një vend të huaj. Është një ishull i veçantë i cili ka plazha po ashtu të veçanta. Disa prej tyre janë të njohura dhe më të mirat në Evropë. E kanë fjalën për plazhin i cili ndodhet prapa meje, që quhet Zlatni Rat. Ne do të mësojmë edhe disa nga karakteristikat e këtij plazhi, por cilat janë ato, ne do të shkojmë afër dhe do t'i mësojmë bashkë. Gjithsesi, me këtë rrugë dua të falenderoj Podravkën e cila mundson realizimin e këtij emisioni, për ndryshe jemi në shtëpinë e Podravkës. Qëndroni me Klan Kosova dhe me Peshkun e Artë. Jashtë zakonisht bukur. Jam dashuru me këtë vend atë shumë sa jam shumë në hall qysh du me u kthy në Prishtinë. Prishtinën e pluhnit, edhe me lonë këtë vend kaq të bukur. Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Si po kaloni? Janjevës? Okej. Sa vite keni këtu? Po, keni këtë dyqanin? Edhe? Apo ka punë? Që sa vite jeni këtu? 20 vjet. A 40 vjet? 40 vjet. Goxha shumë. U gëzova që ju takova. Ne jemi të Prishtinës. Kosovës, po. Pa që një ditë mirë. Zoti Fetija, mirë se të gjetëm. Mirë dita, mirë se ardhë. Mirë se ju kemi gjetë, qysh jeni ju, qysh po shkon jeta në këtë vend kaq të bukur. Mirë, falënderes, mirë. Ju, mirë? Mirë jemi ne, kemi ardhur prej Prishtinës, mirë se ju gjetëm edhe një herë. Kemi ardhur me pa pak qysh po jetoni ju këneja, jeni të kënaqur, na keni ndonjë ankesa, doni mi u ndihmu diçka? Jo, falënderes, nuk kemi nevojë për ndihmë. Në rregull është gjithçka. E ju a mundeni neve me na ndihmu? Po, moj naj vizë turistike, marrë në basë të faktu, që të sanë nësë një ofrojnë. Kështu naj këst kredis me lave. Ato sënë t'i pagun tonët. Kjo është fura juj. Po. E cila quhet Boll. Po, në emën të fshatit e ka edhe emrin. Fshati janë është Boll, qytez. Braç janë është si vend ishull turistik, ndër më të mëdhej në Kroaci. është ma i pyllëzumin këtu. Jemi disa shqiptarë, disa kosovarë, disa të Macedonisë, jetojmë, bashkëpunojmë, ka kratë Kosovës që jetojnë këtu prej Janjeve, kemi raporte shumë mira me ta, jemi të lidhën, jemi vlazën, Kosovarë, kështu që kemi shumë mirë me ta. I konsideroni vetëm ju si vlazën ata, apo edhe ata njësoj i konsideroni juve? Ata neve, anasjeltas kemi raporte shumë mira, jemi shumë të lidhën në veti. Do thot, ndonjëherë, ndonjë problem e ta, qoftë edhe fillimet e juja nuk keni pas, apo e zgjedhni lehtë? I zgjedhëm aty për aty. Se mentaliteti është i njëjtë, thoja me ta, kështu që në rregull jemi. Kalojmë te biznesi pak edhe, po më intereson me ditë nëse
Puna është shku mirë, jeni të kënaqur me këtë biznes që ju e keni hapë. Kjo është biznes i gjyshit. Po. Kështu që gjyshi është konë furtar i njoftën në Prishtinë në atë kohë. Baba na ka eduku, na ka shkollu, baba nuk është konë furtar, po jemi këthy prapë në gjyshit, se vllazin kohën e ish Jugosllavisë janë detyruar me dalë jashtë, për vitin e 90-ta. Jënë stacionu këtu, unë i marrë në 2006, unë i marrë të vanë, se kom panu në Kosovë, kështu që mirë, jemi gjetë, mirë është. Do të thotë prej të parëve t'juj, qenë kanë vllazni që kanë ardhur mas pari në Kroaci? Po, në Zagreb kanë qenë, tash jemi këtu, edhe një kemi në Zagreb. Vllaznit e kanë... Vllaznit qashtu në Zagreb. Vllaznit e kanë fillu këtë biznes, a kur keni ardhë ju e keni? Jo, vllaznit e kanë fillu, po. Edhe kur kjo ardhë, ti e pas ke gjetë ma gati kështu dhe nuk e pas ke pas shumë problem me ju qasë punës këtu. I kom pas hapat e parë, gatshëm. Qysh kanë qenë hapat e parë? Pa të mundshëm, me probleme me dokumente, probleme me viza, me 6-7 vjetë kom vujt me vizë. Për me marrë lejen e qëndrimit për hershme. Pse aq gjatë? Po, kanë procedura asaj, ligji është ashtu. Kështu që unë do të ruam ju për shtatë kushteve që i ka lëp shteti këtu, ju kum për shtatë, ju më kanë i rregull, ku më arrit. Edhe çu shundive kur u pajise me dokumenta? Mirë, u detyrova me hek të Kosovës, shtetësinë, me marrë të këtunit, kështu që tash e kam edhe të Kosovës sa të këtunit në rregull. Mirë. Fëmijët i kam të rregulluar me dokumente, këtë familjarë që jetoni krejt familja këtu? Po, kemi shtëpi të manen. Po familja kur ka ardhur këtu? Me njëherë pas te? Ja, 2008-ën, 9-ën, 2-3 vjetë mas me je. Kanë ardhur ata pushimeve verore, kur në kanë shkollën mshel, kështu që... Me shiju? Po, do të më pak se po, prek detin dhe ma shumë kanë punu. A punoni gjithë te ky biznes familjar që e keni? Qysh jeni të konsum? Familjar, jemi qika është në shitje, djali është në provim, unë e punë në përgjithësi shkakoj jashtë, gruaja është mas ditën në provim, si t'i kujnë punë ta në visnis, kështu që arnoho, mirë është. Unë e kuptoj që jeni në vendin e huj, edhe vendi huj pavarësisht sa do që adaptohesh asnjëherë nuk bëhet i yti, po a ndiheni të barabartë të paktën saj përket punës në vendin ku ju jetoni? Me punën që e bëni, keni mri me qenë në të njëjtin nivel me punën që kroatët e bëjnë, nëse ju e keni një furë buke e kanë edhe ata, a jeni në të njëjtin nivel? A jeni më të mirë? Pak më të mirë. Ish dashur me qenë më të mirë. Po, për më shumë me ekzistu në një vend të huj, ti dush më konë më suksesshëm sikur tjertë edhe me konkurencën e tënve. A janë lokalista kroatët në kuptimin që nëse si që mora këtë paralele një kanë dy fura, shkojnë të kroati me bledhe nuk vinë të shqiptari? Nuk i interesën, sidomos qytetarëve të këtunit, për këta është më rëndësi kvaliteti, nuk është më rëndësi as kushia, as shka je, edhe sa kushtat. Nuk është problem, sidomos për turistët kur të vinë këtu. Po besoj që ju edhe keni përveçsu mirë gjuhën në kroati dhe nuk dallohet kush çka është. Dallohet, dialekti ynë i të hujve, dallohet, se unë e Kosovar jam, po nuk mujë më folë qaq mirë shqip sa folin tjerë për shembull. Domthon kemi dialekti për dialekti. E le më me gjuhën kroate, që ka dallim. Mirë. Fëmijët pas kanë qenë të ndërtuar të rritun kur kanë ardhur dhe sigurisht që e flasin. Jo, në shkollë këtu. A kanë qenë këtu në shkollë? Ja, 6 muaj dita, një vjet gati. Për me mësu gjuhën apo me viju? Për të rregullimeve të dokumenteve është obligative. Është detyrim me mësu gjuhën? Po, obligative më kanë shkollë këtu, se në kanë... Po fëmijët janë të martuar, kanë... 21 vjeç qika, 20 vjet djali, tash i bon. Shumë familjar që jetojnë jashtë në diasporë, kur fëmijët e mbrin këtë moshën e pjekurisë dhe janë të gatshëm për me kriju lidhje familjare me dikë, i binë fëmijët në Kosovë, vinë edhe vetë detyrohen me u rikthy për shkak të kësaj që fëmijët e tyre mos të martohen me nacionalitete tjera. A e keni ju këtë vren? S'u pengon ajo punë. Ajo është dëshira e tyre, se as babës tam si ka pengu kjo punë, kështu që nuk më menol, ama më dash. Nëse nuk ka shumë njerëz brenda, kisha pas që më shku pak. S'ka problem. Edhe jo me pengu ama. Jo. Edhe me pa pak ç'është është atmosfera brenda. Me marrë diçka me hongër pëse jo është herët mëngjes. Leona është aty. Okej, hajde, po shkojmë bashkë. Po bashkë se këta mu së njohin, do të shumë shtin me pagu. Janë ndashtë, se s'lojnë me pagu, s'pagujnë ta. Në çfarë orari punoni zakonisht? Hajde këtu afër edhe jemi para kamerës edhe në çfarë termine punoni? Në sa hapi? Deri në 12 natë sezon. Tash është deri në 8 nuk ka nevojë. Nuk është ende sezon kështu.
Edhe çka gatuni, çka është specialiteti juaj? Po ka disa prodhime, disa specialitete deri pas 60 lloje janë krejt që i prodhojmë vetë këtu i prodhojmë dhe i pjekum dhe i shesim. Domethënë kur s'ka të ngrime ose të prodhume jashtë ose të bajt ne. Aty prodhojnë, këtu piqen dhe shërbehen. A keni mendu me rrit biznesin, me hap edhe diku tjetër ndonjë pikë ose? Kemi mendu disa herë, po mungesa fuqisë punëtore, shqisëve punëtore, është të marrë, kështu që veç ma poshtë në zbija se mirë është. Do të thotë ju s'keni pas nevojë për ndonjë punëtor të kroat ose çfarë do të? Po. A keni edhe kroat? Sa punëtori keni krejt? Po vlerës deri në 3-14 bëhën. Po. Tash janë aktiv 7. 7 vjet janë aktiv në prodhim. Shumica e shqiptarëve që jetojnë këtu kanë furrat bukës. Kanë biznise tjera sigurisht, po më shumë i kanë furrat bukës. Pse ky biznes? A ka pas mungesë ose kjo ka qenë zgjedhja më e mirë kur ju keni ardhur? Jo, kjo është puna më e rëndë e furrave. Kjo furra është puna se shumë kushtot, shumë mirë, në furrë po fitojnë për përparojnë. Për qatë punë ju kanë ikë punës furës, edhe jemi detyruar na me marrë, na për jashtëmi. Se këtu do të më qurë notën, në 12 nësë, më janë njësë punës kur kretë bota civilizu me flejnë. E që atë është pak mungesa që s'jën kanë të angazhu. Dirisa nuk ka njerës, unë po e përshëndes vajzën, si je, a je mirë? Na kemi ardhë me ju pa juve, po ti e din që shqiptare krejt me të pas vjen, ka që diçka me përfitu prej kësaj ardhjes, kështu që çka po mjep? Çka po mjep? Çka dush? Hajt një muffins ndoshta. Ma e vogël ma. Ma në shka dush, ka problem. E kam unë vllana, i thot këtë tonët janë. Po, faleminderit shumë. Pa kompleks. Okej, dalim jashtë pak me që ka klient mos t'i pengojmë edhe vazhdojmë bisedojmë. Fitim, na kemi arë si inspektor prej Kosovës, po e vlerësojmë punën e ju i këto. Në mirë, falënderes. Na ka qenë vështirë me u pajis me certifikat me licencë të punës? Jo, nuk është problem këtu për pajisi, për dokumente, veç dush me kërku shkaj të deshtë, edhe të ozojnë, jo nuk ka. Rregullohet çdo gjë, po duhet me plotësu kushtet. Sa gjatë ke prit për me fitu licencën edhe çfarë kriteri duhet me i plotësu? 6-7 ditë. Kur dëshiron me hap një biznes? Po çka më thon, unë aktiv nuk jam kon kur është hap biznesi, s'u vani marr. Ama ka nevoja, duhet më kanë e pajisën e pastër, mirë, maqinet e reja. Duhet me plotësu kushtet, mos më kanë borxh në shtet, mos më pas probleme me shtetin. Atëherë kur s'ki problem me shtetin, s'ki problem me kërkon. Tregom pak çish është emocioni kur zgjoheni, shkoni punë, dilni me pini kafe ose çish do të qoftë edhe ndoshta në të shumtën e kohës dëgjoni kroatisht. Jeni adaptuar. Jeni bo vendas tash. Po. Nuk ka si komplekse shka fole, unë që të shqip foli, piskas, ja kum hekat kompleksin shqiptar, vanalive, atë vjen zër jo. Se ju këmë thonë, nëse ty të vjen me zërë me thonë Kroat, na Kosovarë që thonë që një Kroat. A të vjen ty zërë me thonë Kroat, po jo unë jam. Na shqiptarët në veti thonë që një Shqiptar. Mu së më vjen zërë, se unë jam Shqiptar. Po pse e kanë keq përdor armisht për nevojat veta, për ndryshe unë jam Shqiptar. Nëse unë të thamë si jam Shqiptar, unë s'jam asnjëri. Ose ti nëse thu që si e Kroat, atëherë ti si asnjëri për mua. Jo, nuk mohohet kopsia. Ata që i ikin realitetit vetë për mu janë njerëz klasë pa klasë. Zoti Fitim, na po shkojmë ka fundi emisionit edhe gjitha ata familjar, miq që ju i keni në Kosovë, çka kishe me ju thonë për jetesën, mënyrën e jetesës që e bëni këtu? Edhe atyre që dëshirojnë me ardhë këtu, po ashtu me ju jap një mesazh. Ata janë njoftuar thoya që me këtë sistemin e jetës, temën e të shumë familjarëve, të kosovarëve këto, kështu që janë njoftuar me këtë punë krejt. Veç kush është i përgatitën më arë më punu, më fitu pare, ajo është tjetër muhabet. Kush është i përgatitën më arë në turizëm, vin, u kom pas shok për një javë dite, që kanë pas një seminar në një hotel, elit të financave, kanë ardhjen jenë knaqe, kanë po, edhe ata ekspozojnë më pa përvojnë në vetë këto. Unë të mirë, s'kam sham i thonë se ata e din, kështu që qaj që vjen, du të me ditë destinacion pëse ato ardhë, qëllimin e vetë pëse. Qaj është për mua. Ata
familjarët e mi e din që kur të vjen në Kroaci du të marrë më punu, se në Kosovë më kanë kishin gjetë punë, ishin ratu. Më që se janë të ratu, familjarët shumica janë konsumët e motët ato, kështu që mirë, janë edhe atje, s'është keq në Kosovë. Zotë Fitim, unë të falenderoj shumë për kohën që keni ndarë me ne, edhe ishte shumë kënaqësi ju taku këtu. Shumë faleminderit. Edhe me pa që ju keni arrit me u gjindë, keni përparu, jeni ndërtu këtu si biznismen edhe... Faleminderit. Unë vjen mirë edhe ju që ja të keni po, s'na keni harru, mirë dikush më ne. Na juve s'ju harrojmë kur, gjithmonë thojmë e kam bre një mik ose një dhëndër ose një vllaj në Kroaci, po diçka s'o të thirr shumë, s'po çon shumë pare se, a përshen, na s'ju harrojmë kur. Po. Ja, mirë, përgjithësi, faleminderit. Mos ta përmbyllim edhe për këtë me humor e tham, por për para, kosovarët kanë pas nevojë më shumë me ju ndihmu financiarisht se sa tash. A ka ndryshu? Ka ndryshu, se edhe atje nuk është. Edhe atje nëse je punëtor, mund është më gjithë. Unë vetë kumë punue, do më thënë 2006 unë nuk këmba në Kroaci. Unë më gjithë shumë mirë në qatë periodën e mas luftës, në mas luftë djetë mas situata në Kosovë. Atje më gjithë për smari. Për shembull, kur ju kanë kërku para ata dhe jo s'keni dasht me ju dërgu ose s'keni pas, që sheni arsyetu? Hajtë në rastet kur keni pas, po keni thonë, nëse na për ju qojnë para, ata po shkojnë deti. Kështu që asë s'm kanë lëp ata të ngratit hiq. Po na kemi pas qatë sistemin se vetë jemi konë me firma tonë, me këtë, nuk kemi s'kemi këshyra qova, as qova, apo bjen, as për bjen, nuk kemi vujt për aty në sen. Se më konë më rogë e pret qatë rogë. Në kush ka shku, ka qu, sa ka pas, nuk kemi pas caktu në një limit, më thonë, që ka që. Kur udhtoni në Kosovë, udhtoni me vetur, apo me aeroplan? Me vetur kryesisht. Se këtu edhe është problem, është aeroport e nelt, po nuk ka relacione me Kosovë. Do të më shku me një vend tjetër, pastaj me... Po kërkundesh për Kosovë s'ka. Pi Kroaci s'ka asë një lini. A ka në periode ka pas në shukja deputetja, ka pas intervenu, unë ndërprej pëse di pse. Ma shkurt vetura dhe via. Kur keni ndonjë hall këtu të qoftë në lidhje me punën ose me jetesën ose çfarë do halli, ku drejtoheni? A ankoheni diku? Po më ndonë kuj me drejtu familjarëve të mi. Jo, i kam fjallën po për institucionet shtetit. Po, ku do që ti drejtohesh, ta japin ndihmën e parë, shka është të mundshme. Nuk është shtet, është rigoroz, është pak i rrept, po pa u kon i rrept nuk bën se unë mrapa dal ekstrem i keq. Po si po ata s'ke shtetin rregull. Kur të më lejohet, njerëz janë si gjanja, shka s'bajnë. A janë shqiptarët në Kroaci në ndonjë listë veçantë? Në sistemin shtetëror, a njihen për ndonjë sherr ose për ndonjë ngjarje jo të mirë? Ka, për apo shumica është? Shumica janë pozitiv. Nuk ka probleme të mëdha, probleme që ndodhin këtë botën e civilizuar. Kështu që nuk jemi diçka ekstrem të këqij, po nuk jemi as ekstrem të mirë. Mesatar jemi solid, shumë të mirë. Shumë të mirë. Se jemi sjellshëm, na kosovarët jemi dërtli dalën prej zorit. E kur dilsh prej nevojës, na shqiptarët në përgjithësi, kështu që duhet mu gjetë, duhet mu sjellë mirë. Po. Zoti Fitim, na e zgjatëm pak më shumë, por s'ka det, ja pojmë vendin atje. Jo, por mu s'ka problem. Ne kemi qenë kurioztar, edhe unë personalisht gjithsesi, me pas se si jetoni ju këtu, a jeni të kënaqur, që shkon puna krejt. Dhe jam shumë e lumtur që po ju shoh mirë edhe ju uroj me qenë mirë gjithmonë. Amen, faleminderit. Dhe të suksesshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që na keni prit. Mirë se vini në Kosovë. E kur ne vendosim ardh këtu, mos i mbyllni derën se kemi pasur fotografi me do dryna, me do çelsa. Jo, i kemi hek. Se këto është, edhe këtë s'ma pecek, është karakteristike në braç, që unë kjerri në punë s'kur se msheli se kërkur s'prej kur gjo. Bicikla, kjerri, gjonja, makina, let, derën qelët, më soto. Ani, edhe në Kosovë kur vish, mos e mshelni kur vini edhe në Kosovë. Jo. As derën e veturës, se na e mundësoni ma let me marrë edhe me jetë. Faleminderit gjithsesi, ishte kënaqësi. Kalofshi mirë, programar. Doni me shiju Rivierën Kroate, atëherë konsumoni produkte të Podravkës, sepse ato janë nga zemra e detit, sardelet Eva dhe shumë produkte të tjera. Falenderoj një nga bashkëpunëtorët tanë
Jo më të rëndësishëm, sepse të rëndësishëm janë të gjithë, po ai i cili më ka mësuar mu të kem këto syze të jashtëzakonshme, sepse në këto temperatura është dielli sinqerisht i papërballueshëm, është Optika Simoni. Në Optika Simoni gjeni brendet më të reja, jo vetëm të Miu Miut, por keni edhe Versace, Burberry, Prada e shumë brendet të tjera. Përndryshe, Optika Simoni është në treg që nga vitin 1960, prandaj e ka zanat të punë. Shkoni dhe vizitoni. Shkoni ku të donin pushim, po prapë se prapë pa u rikthyer në shtëpitë e juaja nuk keni çare. Një mundësi e mirë për shtëpi të mirë është Marigona Hill, një qytet prallore, siç mund ta shihni edhe nga këto famje. Shkoni dhe vizitoni për të pasur në cilën fazë janë objektet dhe siguroni një përjetesën tuaj më të mirë, nëse dëshironi. Kështu që Marigona Hill është zgjedhje e duhur. Ndaq besoni e ndaq jo, të gjitha produktet ushqimore që ne, dhe jo vetëm ushqimore, që ne i kemi në këtë hotelin ton mobil, i kemi marrë nga Kosova, nga Interexi. Edhe nuk është hera e parë që e bëjmë këtë gjë, kështu që gjithë ju që dëshironi të furnizoheni me produkte ushqimore dhe të ndryshme, shkoni dhe vizitoni Interexin në Kosovë. E kur të kthehemi na, shihemi bashkë atje. Jemi duke shku te një plazh i cili është shumë i bukur. Përndryshe njihet si plazhi më i bukur në Evropë, ndoshta edhe përtej Evropës. Kështu që do ta shohim bashkë se për cilin bëhet fjalë. Rruga na çon, kjo rrugë direkt e te ky plazh, cilin do ta zbulojmë sigurisht sapo të mbrim. Si që njoftova pak më herët, jemi duke shku te një nga plazhet më të njoftuna në Evropë, ndoshta edhe përtej Evropës, te plazhi Zlatni Rat, dhe rrugës derisa po shkojmë atje po shohim që ka shtëpi të ndërtuara. Gjithsesi, këto shtëpi e kanë një të veçantë sepse që të gjitha ndërtohen nga një guri i veçantë, i cili është guri i ishullit, dhe asnjë nga ndërtimet që njerëzit planifikojnë të bëjnë këtu nuk lejohen të kenë fasadë tjetër përveç atij guri i cili është i ishullit, pra dhe i cili përdoret për të ndërtuar objekte banimi në këtë pjesë. Pra kjo është e veçanta e këtij vendi, ndërsa ajo e veçanta e plazhit ose të veçantat e plazhit që janë disa karakteristika bashkë do i zbulojmë sapo të arrijmë te plazhi. Unë nga këtu e kam një pamje shumë të bukur. Tash merreni me mend se çfarë pamje do ta kemi krejt në fund sapo të arrijmë zyrtarisht tek plazhi. A keni pa ju ndonjëherë ndaj turist që shkon në plazh pa marrë ndaj qips me veti? Shkon kjo punë. Dhe kur ti jesh me dikon, ham, muhabet, diell, uj, qupa, knaqesh. Na kemi marrë patosin që është lider i qipsave në Kosovë. Definitivisht është lider. Edhe patos bon. Këne me vetin deti. Po dani? Mere nësë. Mere ti. Ti s'pas ke faqë. Papatosin zbon kur qysh. Asë në deti, asë kërkun heq. Ka të shkoni, merreni me veti. Patos,
lider në tregun e chipsave në Kosovë. Ani ky verzioni i djegës. Knaq. Veç unë nuk po munde me shiu windsurfing, po e shioj një arsi kolla të portokallit, pije freskuse. Dëgjoni? Edhe këtë knaq, me vete ku do që shkoj. Gëzuar, për ndryshe, në Prapavi po shihet plazhi Zlatni Rat, që është plazhi më i njoftu në botë. Ndodhet në ishullin Braç dhe karakteristikat e tij janë shumë të veçanta, po nuk po a tregoj, po e loj me i zbulu sa po të arrim të plazhi. Ju shiheni plazhin prej këtu e pastaj i mësojmë gjana tjera bashkë. Nëse diçka në këtë botë nuk ka koment, është ky plazh i bukur. Çka do të flas, unë veç më i aprish plazhit. Në plazh, përveç kremit kundër diellit, ju me vete është mirë e pas edhe produktin To You, i cili është produkt pikërisht për vende të tilla, për faktin se në temperatura të ngrohta edhe kur jeni në plazh, nuk është mirë të konsumoni ushqim të rënd, kështu që një koktel miksi edhe ju mban në formë edhe ju kënaq, po ashtu. Produkte To You, të cilat i gjeni në marketet të ndryshme në Prishtinë, gjithsesi kanë sjellë edhe produkte të reja, siç është lajthi, badem, fëstek dhe ky koktel miksi. Gjithsesi keni edhe çokolata. Kështu që ju që dëshironi ëmbël i keni këto shije, ju që dëshironi shije tjetër. Besoj e keni parasysh sa freskët e kam unë kështu, po njësoj do ta keni edhe ju në shtëpi tuaja nëse merrni produkte elektronike tek Midea, kështu që mos e leni për nesër, shkoni sot. Është koha e drekës dhe ne po shkojmë të ham risotto nga Ducato di Mantova, të cilën e ka përgatitur kuzhinieri ynë. Gjithsesi, edhe një herë dua të falenderoj Podravkën, sepse ka disa gjëra që janë vendosur aty te risotto dhe janë nga Podravka. Podravka
Në fund të ditës, në ishullin e bukur të Braçit, vizituam restorantin Pumparella, një restorant shumë të veçantë ku lokacioni dhe ambienti që e kishin rregulluar pronarët e bënte një eksperiencë magjike të udhëtimit tonë. Aty u takua me Betimin, pronarin dhe shefin e restorantit, i cili na tregoi për Pumparellën. Historia e restorantit fillon me vitin 1997, ku familja e Betimit bartet nga Zagrebi në Boll për të hapur lokalin Pumparella. Në fillim, menyja përmbante specialitetin e njohur në gjithë Ballkanin, kebab. Me kalimin e viteve, menyja pasurohet, specialitetet bëhen më të veçanta dhe me rritjen e turizmit si dhe konkurrencës, restoranti fillon të shërbej receta që nuk i gjeni në restorante tjera, si ky bifteku i tunës ku vetë klienti e gatuan në gur të nxehtë. Këtë specialitet të servojnë që 15 vite dhe shumë restorante tjera të Kroacisë kanë filluar ta kopjojnë. Edhe buka që servohet është bukë e shtëpisë, që gatuhet enkas për klientët, pra është gjithmonë e freskët. Siç thot Betimi, këtu nuk ka big boss, e gjithë familja është e përfshirë në organizimin dhe mbarvajtjen e restorantit. Shumica e stafit janë nga vendlindja, Maqedonia e Veriut. Kjo vrehej edhe në mikpritjen që na e bën ekipi ton, mikpritje që vetëm shqiptarët din ta bëjnë. Me punë dhe përkushtim, kanë fituar respektin edhe të banorëve të Bollit, ku tani janë pjesë integruar e shoqërisë. Ambienti i magjishëm, shijet e veçanta në një prej ishujve më të bukur në Kroaci, e bën restorant Pumparellën një prej destinacioneve më atraktive për të vizituar. Me këtë mikpritje dhe shije të mirë që na e la restoranti dhe Bolli në përgjithësi, ne vazhdojmë udhëtimin tonë në një prej rivierave më të bukura në botë. Vetëm ta pres me uftoh pak, po duket, ezi po pres me e provu. Duket shumë e shishme. Mu vjen keq që ju s'jeni këtu, vjen shumë keq, po nëse ndonjëherë njet ju qet rruga kënej pari, ndaluni. Edhe provoni këtë ushqim jashtëzakonshëm që njëherët qenë ka ushqim me cilin njihet restoranti këtu. Është tuna, e pjek sa du që ti dëshiron. Prej melmesave ka vetëm kripën, kur gjo tjetër shoqërohet me limon, kjo është kokë rushi. Ky me atë sa pash është vaj me hudër edhe patate me... Nuk e di që është kjo, i pës pas pak. Po i themi miru pafshim, por asnjëherë lam të mirë, një qytetit shumë të bukur, siç është qyteti Boll, një qytet simpatik i cili ndodhet në ishullin Braç. Ju kemi sjell pamje të një qyteti bregdetar shumë simpatik, të një ishulli të rrallë dhe shumë të veçantë, i cili ka plazha të rralla dhe të njohura në Evropë. Madje njëra prej tyre ishte Zlatni Brat, plazha më e njohur në Evropë dhe për te Evropës sigurisht. Unë shpresoj shumë që në këtë vend simpatik të vij sërish, prandaj nuk thash se do t'i them lam të mirë. Ne do të vazhdojmë turneun tonë në vende të tjera bregdetare të Kroacisë, kështu që nga ishulli Braç me shumë dashuri ju përshëndes.
Mision mundësohet nga Podravka.